Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit Skënder Hita, gjatë takimeve në Fier, Gjirokastër dhe Sarandë, ka vendosur theksin tek forcimi i rendit dhe sigurisë publike, duke kërkuar më shumë angazhim nga ana e efektive në teren. Në fokus të diskutimeve të këtyre takimeve ishin lufta kundër kultivimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, goditja e ndërtimeve paleje, si dhe rritja e sigurisë në shkolla dhe komunitet, ndërsa ai ka kërkuar ndjekje të vazhdueshme të shqetësimeve të qytetarëve, si dhe reagim të shpejtë për çdo lloj palishmërie. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, përgjatë ditës së djeshme ka zhvilluar takime në drejtoritë vendore të Policisë Fier dhe Gjirokastër, si dhe në drejtorinë rajonale për kufirin dhe migracionin në Gjirokastër. Përgjatë takimeve, drejtori i përgjithshëm ka kërkuar nga efektivët angazhim maksimal për rritjen e parametrave të rendit dhe sigurisë publike, parandalimin e palishmërive dhe ndjekjen në dinamik të shqetësimeve të qytetarëve. Ai kërkoi punë intensive hetimore dhe operacionale për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtjes paleje, evidentimin e ndërtimeve të palishme dhe të krimeve të tjera mjedisore, si dhe përkapjen e shtetasve në kërkim. Drejtori u ndal edhe në çështjen e sigurisë në shkolla dhe kërkoi angazhim maksimal të strukturave policore deri në përfundimin e vitit shkollor për monitorimin e perimetrit të sigurisë dhe të territorit në afërsi të shkollave nga agjentët e policisë kriminale dhe patrullat e përgjithshme, me qëllim evidentimi dhe goditjen e rasteve të shitjes së lëndëve narkotike dhe parandalimin e përdorimit të automjeteve nga të rinjt e papajisur me leje drejtimi. Gjatë takimeve, drejtori i përgjithshëm u ndal edhe tek sezoni turistik dhe ka kërkuar nga shërbimet e policisë performancë, sjellje, etik, komunikim, angazhim maksimal dhe reagim në kohë për çdo rast. Ai kërkoi nga shërbimet e policisë që të ndjekin me përparësi shqetësimet, të kushtojnë rëndësi sinjalizimeve për dhunë në familje, konflikteve dhe të trajtojnë rastet me profesionalizëm. Drejtori vuri theksin dhe te siguria rrugore dhe kërkoi performancë nga shërbimet e policisë rrugore, monitorim me mjete logjistike bashkëkohore dhe asnjë ndalim të automjeteve pa shkak në akset kryesore nacionale. Gjatë takimit në Gjirokastër, drejtori i përgjithshëm la porosi për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, rritjen e bashkëpunimit me homologët grek për menaxhimin e rasteve të fluksit të lëvizjeve, duke shtuar sportelet për qytetarët. Jemi keqardhur, por njëkohësisht edhe i vendosur përpara kësaj sfide të madhe, ku një nga komisariatet më të rëndësishëm të vendit, që funksionon dhe vepron pothuajse si nivel drejtorie qarku, janë arrestuar drejtuesit dhe punonjësit e tij. Prandaj është e papranueshme për integritetin e policisë shtetit. Është e papranueshme për mua si drejtori i përgjithshëm që një punonjës të bëhet palë me shkelësit e ligjit. Pra, kushdo që mban uniformën e policisë së shtetit duhet të jetë në anën e ligjit dhe të qytetarëve, e jo në anën e palishmërisë. Kur një punonjës policie ose një punonjës i agjencive ligjzbatuese devion nga ligji, nuk dëmtohet vetëm institucioni jon, por dëmtohet besimi që kemi arritur ta ngreme shumë mund midis qytetarëve dhe nesh. Prandaj reagimi ynë duhet të jetë i menjëhershëm, i fortë dhe pas një kompromis. Por për këtë arsye duhet të jem shumë i qartë, ku veprimet e disa individëve nuk përfaqësojnë gjithë policinë e shtetit, por policia e shtetit mbetet e vendosur për të parandaluar dhe goditur fenomenin e ndërtimeve paleje dhe çdo palishmëri tjetër që ndodh në territor, nga ai më i vogli deri tek krimi i organizuar. Ministri i Brendshëm Besor Lamallari ka patur ditën e djeshme një takim në Sarandë me struktura dhe komisariatit të policisë Sarandë, IMT dhe IKMT, policisë bashkiake dhe administratës së bashkisë. Gjatë fjalës së tij, ministri ka treguar dhe arsyeën pse 4 drejtuesit e komisariatit të Sarandës dollen aty. E para, një përgjegjësi direkte e punonjësve me uniformë. Kanë për detyrë mos mbyllin syt, po shkojnë atje, tu tregojnë vendin çdo kujt që mendon që mund të bëjë zap një qytetar. Kjo është arsyeja sepse ata kolektuar që duhet ishin sot tavolinë nuk janë mes jush, po përballen me drejtsinë në këtë moment që flasim. Kështu që ka vetëm 2 rrugë për ata që kanë dalë për zot ligjit. Ose ta bëjmë punën me nder, ose ta lëmë përpara se të jetë tepër vonë.
Një tjetër oficir i Komisariatit të Policisë Sarandë ka rënë në prangat e AMP-s mbrëmjen e djeshme. Në Komisariatin e Sarandës janë ekzekutuar urdhra të ri ndalimi në kuadër të operacionit që po zhvillohet nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me Prokurorinë e Sarandës. Burimet bëjnë me dije se deri më tani është ndaluar nën komisari Edmond Ruçi, ndaj të cilët rëndojnë dyshime për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërsa operacioni vijon ende. Në ambientet e kalas historike të Gjirokastrës është çelur ekspozita Male Re dhe Plisa të Bardhë e piktorit Bashkim Ahmeti, një ekspozitë që sjell për ardashtit 20 pjesë punime të realizuar në teknik bikanavas. Punimet në pikturë prezantojnë ngjyrat e traditës dhe identitetit shqiptar në qytetin e Gurt. Pjesa më e madhe e pikturave i përkasin viteve të fundit të krijimtarisë së autorit, ndërsa mbizotërojnë motivet artistike nga vendindja dhe elementet kombëtar. Për piktorin e mirënjohur Bashkim Ahmeti nuk është rastësi zgjedhja e Gjirokastrës për prezantimin e kësaj ekspozite, pasi qyteti i Gurt mbetet një nga hapësirat më frymëzuese për krijimtarinë e tij artistike dhe një vend ku arti vlerësohet nga publiku vendas dhe vizitorët e huaj. Ka qenë një kohë gjatë që nuk kam qenë në Gjirokastër me ekspozitë, edhe nuk do t'i them vitet se është e turpshme, shumë vite kaluan, po ishin edhe jo pandemia, kështu rrethana krijuan të vështira. Kështu që mezi prisja në faktit vija ta bëj një ekspozitë këtu, e zgjodhëm ta bëjmë në këtë vend se më duk më dramatike dhe më e përshtatshme. Ta të bashkisë më ofruan edhe disa hapësira të tjera, por ne zgjodhëm këtë. Edhe e shoh që bëjmë një zgjedhje të suksesshme. Janë pikturat të 10 viteve të fundit, pak a shumë. Shumica janë të reja, të 4-5 viteve, po me qenë se i vum e zgjodhëm si temë malet, rete dhe plisat e bardhë, kështu atëherë zgjodhëm këtë lloj koleksioni që e plotëson edhe idenë e kësaj ekspozite, kështu që kjo është arsyeja që u zgjodh ky koleksion. E menduam se kjo i shkon edhe vendit ku do ta bënim ekspozitën. Do të rije hapur ekspozita një kohë, 2 muaj e gjysmë, edhe kështu që shpresoj që të shikohet nga njerëzit edhe të pëlqejet. Për mua është kënaqësi e madhe që janë mbledhur gjithta shokë e miq këtu, edhe jam pak i emocionuar, si më thani, pak i paraponepsur nga fjalët e mira që thuhen në këtilla raste. Faleminderit edhe juve që më bëni intervistën. Atëherë në këtë ditë të veçantë që është dita kombëtare muzeumeve, inauguruam ekspozitën e artistit të madh shqiptar Bashkim Ahmeti Izano. Këtu kemi një puzzle me krijimet e tija gjatë 10-15 viteve të fundit. Them puzzle për faktin se mënyra se si është instaluar, është vendosur e gjithë ekspozita, është një, si të themi, si të shikosh një koncert ose një kor të tërë. Pra këto janë një lloj polifonie, një polifoni koloristike e Bashkim Ahmetit, me personazhe të ndryshme, me kujtes nga vendlindja, me pralla, me episode, me legjenda, me raportin që ai ka me natyrën, me malin, pra me malin në një lloj kujtese metafizike. Pra sa më shumë i largohemi gjërave bazike nga poshtë, ne ngjitemi malit, dhe sa më shumë i ngjitemi, aq më shumë i afrohemi një situate të panjohur, që situata e Zotit apo situata e hapësirës. Pra Bashkimi luan shumë me këtë dimension, të themi, një dimension metafizik, por dhe një dimension narrativ. Veprat janë mëse të identifikueshme, të themi, që janë nga dora e mjeshit Bashkim Ahmeti, sepse ai ka një individualitet, ka një karakter të fortë tashëm të krijuar prej vitesh, të konsoliduar, unë do të thoja, dhe është për të admiruar fakti që është një artist që vitet në mërgim nuk e kanë deformuar, nuk e kanë tjetërsuar, por e kanë bërë akoma më të fortë, të themi, tek ajo që quhet piktura shqiptare, me karakter shqiptar, pra është një polifoni shqiptare. Dhe kjo është një vlerë e fortë e artistit që vjen nga vedia e tij, vjen nga forca e tij kulturore, padyshim edhe nga kjo palestër e gjithë jetës së vet, që Bashkimi e ushtron, sepse është një artist shumë
me një marrëdhënie të jashtëzakonshme me të lajë, me kavalet. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu. Mirupafshim.